Shoqata kulturore Bektashinjve të Lushnjës zhvilloi një takim tek shtëpia Muze Kongresi i Lushnjës me rastin e 31 janarit, mbylljes së punimeve të kongresit që i nisi punimet më 21 janar. Kryetari i Shoqatës Kulturore Bektashiane Lushnjë, Kujtim Baze, kujtoi kontributin e figurave të rëndësishme bektashiane në këtë kongres. Ai theksoi vendimin e Kongresit të Lushnjës, i cili për herë të parë njohu të drejtën e pavarësisë së ushtrimit të drejtave fetare në vend. Roli i bektashizmit. Në fakt, një nga vendimet kryesore të Kongresit Kombëtar të Lushnjës është njohja e pavarësisë së ushtrimit të drejtave fetare të shqiptarëve. Se deri në para Kongresit, të gjithë qendrat në Shqipëri ishin qendra botërore. Muslimanizmi, sepse edhe muslimanët janë sunitët, nuk e kishin qenë në Shqipëri. As ortodoksit, as katolikët, as bektashinjt. Kongresi i Lushnjës si mbaroi punimet 31 janar. Kongresi i Prishtës është mbledhur në 14 deri 17 janar 1921. Duke pasur parasysh vendimet e Kongresit të Lushnjës, sepse deri atëherë nuk kishte të drejtë, do të thënë, si qendra fetare nuk kishte të drejtë të ushtrojë aktivitetin në mënyrë të pavarur ose më vetë, por ishte Kongresi i Lushnjës që sankcionoi këto. Mos harrojmë rolin shumë të madh që ka luajtur Aqif Pash Elbasani, kryetari i Kongresit Kombëtar të Lushnjës, përfaqësuesi i elementit bektashi. Ka qenë Abdyl Toptani, ky Abdyl Lypi, bektashi, dëshmori i parë i shtetit shqiptar, është vrarë nga esadistët në Durrës për të mos marrë pjesë në Kongresin e Lushnjës, përfaqësuesi i elementit bektashi. Kemi pasur 8 senator. Irfan Ori ka qenë senator, delegat i Dibrës dhe i Peshkopisë. Përgjegjësi i Muzeut Historik, Dr. Niko Ferro, foli për rolin e përfaqësuesve të besimeve fetare në Kongresin e Lushnjës tek Këshilli i Lartë, që ishte edhe një nga vendimet e rëndësishme të këtij kongresi. Një nga vendimet më të rëndësishme të kongresit ishte dhe Këshilli i Lartë. Princ Viti e kishte shpallur Shqipërinë neutrale. Nuk ishte abdikuar nga froni. Pra me mendimin që do të rikthehesh. Ai nuk u rikthye. Po meqense vendimi 29 korriku të 13-ës e shpallte Shqipërinë principat, Kongresi i Lushnjës nuk e devijoi. E la që Këshilli i Lartë përfaqësonte mbretin. Dhe që ky mbret të ishte sa më i përfaqësuar, ata zgjodhen dhe 4 figura të cilët patjetër që i pan dhe në pikpamjen fetare. Shoqata kulturore Bektashinjve shpërndau certifikata mirënjohje pasardhësve të anëtarëve që morën pjesë në Kongresin e Lushnjës.